كالشمس حين تذيب ظلمة ليلنا ويموت في شفق الصباح دجاه كالشمس حين تذيب ظلمة ليلنا ويموت في شفق الصباح دجاه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala dhe dërgojmë salavat dhe selam mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, vazhdojmë me dersin e radhës nga jetë përshkrimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga sirja e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasi që mbaruam pra me temën e fillimit të shpalljes, tash do të fillojmë me vazhdimin e shpalljes pasi që ishte ndërprerja dhe me thirrjen në mënyrë të fshehtë apo davetin në mënyrë të fshehtë. Pasi që ju zbritën ajetet e para Resulullahit sallallahu alaihi wasallam nga surja Alaq, 5 ajetet e para nga surja Alaq, Pejgamberi alayhis salam e përmendëm se u kthye te gruaja e tij Khadija radhiyallahu ta'ala anha dhe e treguam pra se çka ndodhi në atë rast. Pas kësaj, pas 5 ajeteve të para që ju zbritën Resulullahit, u ndërprej shpallja që i zbritej atij. Pra Allah subhanahu wa taala deshti që të ketë një farë ndërprerje prej shpalljes së parë. Në mënyrë që pejgamberi alayhis salam t'i analizojë ato ajetet e para që i zbritën dhe ta kuptoj se është pejgamberi Allahut dhe ta kuptoj se shpallja pra vjen dhe është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Kështu që pejgamberi alayhis salam pra kishte dëshirë që t'i vazhdoj shpallja, sepse ishte përmalluar prej kësaj ndërprerjeje. Andaj siç transmetohet në hadithin që transmeton Buhariu nga Jabir ibn Abdullah el-Ansari, i cili ka thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Bainama amshi idh sami'tu sautan min as-sama' fa rafa'tu basari." Thot, pasi që më ndërprej një kohë shpallja, e dëgjova thot një zë prej në qiell lart, kështu që e ngrita shikimin lart në qiell. Fa idha al-malaku alladhi ja'ani bi Hira jalisun ala kursiyyin bayna as-sama'i wal-ard. Kur e pash thot, engjulli i cili më erdhi në shpellën Hira, Xhibrili, ishte i ulur thot në mes të qiellit dhe tokës. Andaj ky shikim, thon dietarët, ka ardhur në formën e tij të vërtet, në formën madhështore, pra në formën e tij të vërtet, i cili pra ishte shumë i madh dhe e ndërpreu shikimin e qiellit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra e mbushi krejt qiellin me shikimin e tij. Atëherë thot, u friksova nga kjo pamje dhe u ktheva në shtëpi dhe ju thash të shtëpisë më mbuloni, pra sikur herën e parë. Atëherë thot, zbriti Allahu subhanahu wa taala ajetet e para të surës Mudaththir. Dhe kjo pra pas surës Alaq, ajetet e para që kanë zbritur janë nga surja Mudaththir, ku thot Allahu i lartësuar: "Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir." Deri te fjala e tij "warrujza fahjur." Thot pejgamberi alayhis salam: "Fa hamiya al-wahyu wa tataba." Pas kësaj kohe thot, vahji, shpallja ka ardhur me rend, pra ka vazhduar shpallja pa problem. Me këtë e kuptojmë pra se Xhibrili alayhis salam herën e dytë i erdhi pejgamberit alayhis salam në formën e tij të vërtetë. Dhe se shpallja pas kësaj ka vazhduar pra gradualisht dhe nuk ka pas ndonjë ndërprerje gjatë mes njërës dhe tjetrës shpallje, pra mes ajeteve që kanë zbritur me rend pastaj. Dhe ajo që përfitohet prej këtu është se me këto ajete pejgamberi alayhis salam është bërë i dërguar, rasul, dhe ka dallim në mes të nebijit dhe rasulit. Nebi është pejgamber, pra lajmëtar, i cili nuk e ka shpalljen e vet, të cilit nuk i ka dhënë Allahu një libër të vetin të veçantë.
po zbret dhe e vërteton shpalljen e mëparshme. Pra, Allahu subhanahu wa taala e dërgon që ta vërtetojë shpalljen e mëparshme, nuk ka libër të vetin të veçantë dhe nuk urdhërohet që t'i thras njerëzit e tjerë, pra nuk urdhërohet që ta përhap thirrjen, po mjafton që të vi ta vërtetojë shpalljen e mëparshme dhe të punojë sipas saj. Dhe kështu kanë qenë pra pas Musait a.s. kështu kanë qenë pejgamberët tek Benu Israilet. Kanë qenë pejgamber që nuk kanë pasur libër të veçantë, po kanë punuar me librin e Musait a.s. gjithsesi me Teuratin. Ndërsa er-Rasul i dërguar është ai të cilit Allahu përveç se i zbret shpallje dhe ja vërteton shpalljen e mëhershme, pos kësaj Allahu ja jep një libër të vetin, një libër të veçantë dhe e urdhëron që ta përhap sheriatin e ri, pra që ta përhap thirrjen në sheriatin e ri, në librin e ri për Allahut subhanahu wa taala. Dhe në këtë rast Muhamedi alayhis salam ju zbrit pra Kur'ani famlart. Dhe me këtë ajet urdhrua që ta kumtoj shpalljen dhe t'i thras njerëzit në sheriatin e ri. Dhe kur është për qëllim sheriati i ri, është për qëllim pra dispozitat e kësaj bote, ndërsa besimin të gjithë pejgamberët e kanë pasur të njëjtë. Pra pejgamberët të gjithë e kanë besimin e njëjtë, në esencë bazat e fesë së tyre janë të njëjta. Mirë po dallojnë disa gjëra, si për shembull, pejgamberi alayhis salam thotë më ka veçuar Allahu subhanahu wa taala me disa gjëra. Prej tyre është se lejohet që të falish namaz kudo që të arrin namazi. Pra në çdo vend lejohet që ta falish namazin, ndërsa pejgamberët tjerë kanë pasur të veçantë që të falen vetëm në përfaltore, pra vetëm në vendet e veçanta që janë për të fal namaz. Po ashtu prej gjërave që është veçuar me të pejgamberi alayhis salam është se ju është lejuar plaçka e luftës, kurse popujt e mëhershëm pejgamberët e tjerë nuk e kanë pas të lejuar plaçkën e luftës. Sidoqoftë pra, ajo që dëshirojmë të themi është se nebi lajmëtar është pejgamber i thjesht që nuk ka shpallje të re dhe që e vërteton shpalljen e mëparshme. Ndërsa Rasul është ai që e vërteton shpalljen e mëparshme dhe pos kësaj urdhërohet që t'i thres dhe t'u bëj davet pra me shpalljen e re, me librin e ri që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Andaj kur thot Allahu i lartësuar në Kur'an wa khatamun nabiyyin për pejgamberin alayhis salam se është nebiju i fundit. Nebiju i fundit, kjo do të thotë se pas tij nuk do të ketë as nebi as rasul. Se rasul është një grad më lart se nebi, pra një derexhe pak më lart se nebi. Nebi janë të gjithë kanë shpallje prej Allahut, të gjithë pra Allahu subhanahu wa taala i frymëzon dhe u dërgon melekët. Mirë për Rasuli e ka një grad pak më lartë, ka liber plus dhe ka dispozita të reja, sheriat të ri dhe urdhërohet që ta kumtoj këtë sheriatin e ri, pra tek njerëzit. Dhe kjo është më rëndësi, sepse shumë prej grupacioneve të devijuara kanë thënë Allahu po thotë se është khatemun nebi, se është nebi i fundit e nuk po thotë se është Rasuli i fundit. Pra mundohen që kështu ignorantëve të apërzin çështjen. Mirë po realiteti është se nëse është nebi i fundit, atëherë patjetër të jetë rasul i fundit, sepse nuk mund që të bëhet nebi pa mos qenë rasul. Nuk mund që të jetë nebi nuk mund që të jetë rasul pa qenë nebi. Dhe çdo rasul është nebi, ndërsa çdo nebi nuk është rasul. Kjo pra është me rëndësi, është çështje precize, është me rëndësi të dihet. Çka përfitojmë prej këtij tregimi, pra prej ndërprerjes, shpalljes dhe prej këtyre ajeteve të para që zbritën pas, thamë se ajetet e para që zbritën janë lexo. Dhe ajo sure përfundon me emrin për të bërë sejdë. Dhe treguan vlerën e diturisë dhe vlerën e sejdës ndaj Allahut subhanahu wa taala, këtij ibadeti të madh. E tash ta shohim këto ajetet në vijim që vijnë se çfarë urtësie kanë dhe çfarë urdhri ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në ajetet në vim, të cilat thamë se nuk vlejnë vetëm për pejgamberin alayhis salam, po për gjithë popullin e muslimanëve, pra për gjithë muslimanët e tjerë. Dobia e parë që përfitojmë është se qëllimi i ndërprerjes së shpalljes në start, pse u ndërprer shpallja në start është që pejgamberit alayhis salam t'i vi një farë përmallimi për të, pra dhe që njerëzit ta dinë se Allahu subhanahu wa taala është ai që e zbret shpalljen, e jo pejgamberi alayhis salam. Nuk është në dorën e tij pra zbritja e shpalljes,
po kjo është diçka që veçohet me të Allahu subhanahu wa taala. Kur don Allahu e zbret shpalljen, ta kuptojnë njerëzit se pejgamberi alayhis salam nuk e thot këtë fjalë prej vetes së tij, po Allahu ja zbret shpalljen. Siç e dini rastin pra në surën Kehf, kur e pyetën mushrikët për disa pyetje, pejgamberi alayhis salam ishte mësuar që kur ta pyesin shpallja vinte në mbrëmje, pra e pyetin gjatë ditës, në mbrëmje i vishin përgjigjet prej Xhibrilit dhe të nesërmen u akumtonte. Andaj në këtë rast kur e pyetën për pyetjet që janë pra që përmenden në surën Kehf, Dhul Karneini, Khidri e kështu me radhë, kur e pyetjen për këto dhe për ashabul Kehf, ata që kanë hinë shpellë, ata djemtëri, kur e pyetën për këto tre gjëra, pejgamberi alayhis salam tha, nesër do t'ju tregoj. Mirë po haroj që të thot inshallah. Andaj Allahu subhanahu wa taala për ta treguar se kjo nuk është prej pejgamberit alayhis salam. Ai nuk i nxjerr pra prej vetvetes së tij këto fjalë për ta treguar, e vënoi shpalljen një muaj. Shpallja u vënua një muaj, pra mas një muaji zbritën ajete tjera që kishin të bëjnë pra me këto pyetje që ja bënën atij mushrikët e Mekës. E kjo për të treguar se kjo është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu edhe kur ndodhi shpifja në Medinë, pra shpifjen që e bën munafiqët në Medinë, u vënua shpallja një muaj. Një muaj u vënua shpallja për Allahut subhanahu wa taala, për të na treguar neve se Muhamedi alayhis salam nuk po i nxjerr këto fjalë prej vetes së tij, sepse logjikisht ky moment ishte momenti më i volitshëm që ai të thos diçka. Mirë po, pasi që këto janë prej Allahut subhanahu wa taala, Allahu e vonoi shpalljen e tij. Dhe Muhamedi alayhis salam priti dhe mbet pra në këtë gjendje të vështirë që ta kuptojnë njerëzit se nuk është prej tij kjo, po është prej Allahut subhanahu wa taala. Prej formave të shpalljes që i përmendëm pra prej fillim, thamë se njëherë u bëhe njohur se do të vinë një pejgamber. Pastaj ju bëhe dashur pejgamberit alayhis salam që të veçohet në shpellë dhe ta adhuroj Allahun subhanahu wa taala. Pastaj filloi që të shoh ëndra të vërteta të cilat realizoheshin në jetën e tij të përditshme. Pastaj i erdh shpallja dhe krejt këto faza në për cilat kaloi pejgamberi alayhis salam na tregojnë për rëndësinë e shkallëzimit në fe, rëndësinë e thirrjes gradualisht, pra shkallë, e mos jetë krejt për një herë. Edhe Allah subhanahu wa taala kështu e ka zbritur pra Kur'anin famlart, nga pak që mos t'i ngarkoj robrit, se sikur të zbriste komplet. Faluni, jepni zeqat, largoni prej kësaj, lejeni alkoholin, mos e veproni kët, mbulohuni femrat, sikur kishin zbritur krejt urdhrat grumbull, me njëherë kjo do t'i rëndonte robrit. Andaj Allahu subhanahu wa taala e bëri krejt këtë gradualisht, sepse kjo është forma më e mirë pra që njerëzit ta praktikojnë fen pa u vështirësuar dhe pa u rënduar. Edhe Davetxhia pra kur i thret njerëzit, kur i thret ata që janë larg fes, duhet ta përdor këtë metodë, gradualitetin. Së pari pra t'ja rënjos besimin në Allahun subhanahu wa taala. Pastaj ta thret në gjën më të rëndësishme që është namazi. Namazi është vepra më e rëndësishme që e bën muslimani pas besimit të saktë. Kështu pra edhe Davetxhiu, spari duhet filloj me besimin, pastaj me namazin, e pastaj pra nëse ka ndonjë mëkat të madh që e vepron, t'i bëj thirrje që të largohet prej atij mëkati e kështu me radhë, pra gradualisht. Dhe në këtë tregon po ashtu dhe aludon hadithi i Muadhit radiallahu anhu, të cilin kur e dërgoi pejgamberi alayhis salam në Yemen, i tha: "Innaka takdumu ala qaumin ahli kitab." I tha: "Ti do të shkosh te një popull që janë pronar të librit." Ja tregoi se si është atmosfera në vendin në të cilin shkon, që të përgatitet. Pra, këto janë pronar të librit, kanë pak dituri, nuk janë idhujtar të thjesht. Andaj duhet përgatitesh me fundusin e argumenteve. Duhet që ti rikujtosh ato ajete që kanë të bëjnë me ehlu kitabët. Pastaj këshilla e dytë që dha pejgamberi alayhis salam i tha: "Falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi ibadatullah." Andaj thot, kur të shkosh atje,
gjëja e parë në cilën do t'i thrasish është adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Tauhidi. Mos shko pra polemizosh me ata për çështje tjera, po filloja prej palcës, filloja prej temelit fesë, e që është ibadeti Allahut subhanahu wa taala, e që është domethënia e fjalës la ilaha illallah, siç theket në një transmetim tjetër. Pra se nuk ka të adhuruar me merit pos Allahut. Dhe kjo e dallon Islamin prej feve tjera, prej ideologjive tjera, se ata pra nuk e adhurojnë askën tjetër pos Allahut subhanahu wa taala, për dallim nga të tjerët, të cilët të gjithë pra kanë një lloj idhujtarie në besimin e tyre. Thot fa idha arafu Allah fa akhbirhum annahu qad farada alehim 5 salawatin fil yawmi wal layla. Thot kur ta njohin Allahun, kur ta besojnë Allahun si duhet, atëherë thot obligoj me 5 kohë të namazit. Atëherë obligoj o 5 kohë të namazit. Pra gradualiteti në thirrje në fe, gradualiteti dhe shkallëzimi në thirrje në fe në Allahut subhanahu wa taala. Nuk e filloi me njëherë me agjerim ose zeqat ose namaz, po i tha spari, i tha urdhëroj që të besojnë në Allahun subhanahu wa taala ashtu siç duhet, sepse krishterët dhe ehlu kitabët në përgjithësi kanë problem me besimin e tyre. E pastaj thot kur ti nxjerrish prej asaj dhujtarie, prej atij besimit kot në tauhid, atëherë thot urdhëroj me 5 kohët e namazit. Atëherë urdhëroj me 5 kohët e namazit. Nëse thot respektojnë dhe fillojnë të praktikojnë 5 kohët e namazit, atëherë thot fa akhbirhum anna Allahe farada alejhim zakat amwalihim wa turaddu ila fuqaraihim. Atëherë thot masi që ta veprojnë namazin, tregoju se Allahu i urdhëron që prej pasurisë së tyre ta ndajnë një pjesë dhe ta japin zeqat, e cila thot tregoju se ju kthehet fukarave prej tyre. Pra është në dobinë e shoqërisë së tyre, se Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për zeqatin e njerëzve, po zeqati është në dobinë e shoqërisë, sepse kur t'ja u jep i pasuri të varfrit zeqatin, kjo do ta bëjë që i varfëri të ndalohet prej kriminalitetit, që mos t'i bëj dëm shoqërisë, pra mos të mirret me shitjen e drogës, alkoolit apo me kontrabandë kështu me radhë, vetëm për të pasuruar sa më shpejt, sepse do ta di se e ka të sigurt prej shtetit 1% të zeqatit. Dhe kjo pra i kthehet, e mira e kësaj i kthehet të gjithë shoqërisë. Dhe kjo ishte pra argument se thirrja duhet të jetë gradualisht. Pastaj Allahu subhanahu wa taala thot në këto ajete që i zbritën, i thot një urdhër shumë të rëndësishëm, pra i cili tham se vlen edhe për umetin e tij, vlen edhe për muslimanët pas tij, që është kum fa anzir, i tha ngritu dhe thirr në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Çohu dhe thirr në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Tash pasi që e kuptove se je nebi, pejgamber prej Allahut, dhe e kuptove se Allahu të ndihmon me shpallje, ngritu dhe paralajmëroj njerëzit. Dhe pa dyshim se ky urdhër vlen edhe për të tjerët. Ashtu siç vlej fjala Iqra, lexo, ashtu siç vlen edhe për muslimanët, edhe fjala kum fandhir, edhe fjala tërhiqu vërejtjen dhe thirr në fenë e Allahut subhanahu wa taala, vlen për të gjithë. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Muslimi, hadithin e mirënjohur, thot pejgamberi alayhis salam: "Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Kush prej jush e sheh një të keqe, le ta ndryshoj me dorën e tij. Fa illa yastati fa bi lisani. Nëse nuk mundet, atëherë me gjuhën e tij, me fjalët e tij. Fa illa yastati fa bi qalbi. E nëse nuk mundet, atëherë le të mos të kënaqet me të keqen me zemrën e tij. Pra le ta urrej të keqen me zemrën e tij, dhe kjo është imani më i dobët. Dhe thon dietarët se ky hadith është argument se çdo musliman urdhërohet që të thrasë në të mirë dhe të ndalojë nga e keqja me aq sa ka mundësi. Secili pra sipas mundësive të veta. Ai që nuk ka mundësi tjetër pos që ta ndaj një libër apo pos që ta jep një CD, sepse Allah subhanahu wa taala nuk i ka dhënë shumë oratori, pra me fjalë nuk din shumë që të thrasë në fenë e Allahut subhanahu wa taala, le ta shpërndaj një libër, një CD, një tekst në internet, e kështu me radhë, secili sipas mundësisë së vete.
Ai i cili ka mundësi, është pra krye familjar, ka mundësi që ta ndrojë të keqen me dorën e tij, nëse sheh ndonjë të keqe, nëse për shembull fëmijët e tij kanë sjell alkool në shtëpinë e tij, atëherë le t'u thej alkoolin, le t'u largoj me forcë. E kështu me radhë, pra raste ku ka mundësi që ta ndrojë të keqen me forcë. E nëse nuk mundet as njërën as tjetrën, pra as me dorë e as me gojë, atëherë duhet që muslimani të keqen ta ndryshojë me zemrën e tij, ta urejë të keqen pra me zemrën e tij, mos të pajtohet me të keqen. Dhe kjo është shumë me rëndësi, mos pajtimi me të keqen është shumë me rëndësi, sepse kjo shkakton që ky besimtar në momentin që ka mundësi ta ndryshojë të keqen, ta ndryshojë atë dhe ta largojë atë. Për gjithë kësaj që e tham deri tash, vim në përfundim se shpallja ka ardhur pra gradualisht në këtë shkallë. E para pra para përgatitja e shpalljes dhe shpallja ka shkuar në për këtë shkallë. Shkalla e parë është lajmi, përhapja e lajmit se tash është afrua koha kur do të vijë një pejgamber. Është përhap lajmi, sepse tham se Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur në Bibël, pra në Injil dhe në Teurat se do të vijë një pejgamber i fundit dhe i ka përmendur cilësitë e tij. Mirë po priftrinjt pas tyre e kanë korruptuar Biblën. Andaj ndoshta keni dëgjuar tash se në Turqi është gjetur një Bibël e vjetër, pra para që është daton më shumë se 1500 vite. Dhe ata që e kanë parë thuhet se këtu përmendet me emër Muhamedi alayhis salam. Përmendet edhe me emër. Dhe Vatikani thonë se ka desh ta blej me shumë të madhe të parave këtë Bibël. Pse, a thua, i intereson Vatikanit kjo? Jo, po për ta fshehur, ashtu si që kishin fshehur më herët ungjillin e Barnabas. Pra çdo ungjill i cili atyre nuk ju konvenonte e fshehnin prej njerëzve, dhe kështu dëshirojnë që të veprojnë edhe me këtë. Mirë po ka desh Allahu subhanahu wa taala që qeveria e Turqisë mos t'ja u dorëzoj. Dhe inshallah taala kështu veprojnë derisa që deshifrohet komplet Bibla. Pra kjo filloi në fillim pra u përhap lajmi se do të vijë një pejgamber. U përhap tek njerëzit e ditur që kishin lexuar nëpër Bibël send, në bazë të analizës që ja bën atij librit, e kuptuan se është afruar koha. Kjo është mënyra e parë para përgatitjes për shpallje, pra duke u bazuar në shpalljet e mëhershme. Pastaj, kur u afrua koha e pejgamberllëkut, Allahu ja futi në zemër Muhamedit alayhis salam dëshirën për t'i bërë ibadet më shumë Allahut subhanahu wa taala, për t'u veçuar prej njerëzve në shpellë dhe për t'a bërë ibadet Allahun subhanahu wa taala më shumë. Pastaj filloi që të shoh ëndra të vërteta të cilat realizoheshin pra gjatë ditëve në vijim, ashtu siç i shihte në ëndër pejgamberi alayhis salam. E kjo tregon se Allahu subhanahu wa taala ka një farë kujdesi për këtë njeri, që shpirti i tij pra të përgatitet për këtë mision. Pastaj i erdh shpallja e parë me surën me fjalën Ikra, me 5 ajetet e para të surës Alaq. Pastaj vazhdoi pasi që u bë një pauzë mes shpalljes në start në shpellën Hira dhe shpalljes në vijim, kishte një pauzë dhe tham kjo që të përmallohet pejgamberi alayhis salam dhe që ta kuptoi se shpallja është vetëm dorë të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj vazhdoi shpallja dhe urdhërua pejgamberi alayhis salam që t'i thras njerëzit. Urdhërua pejgamberi alayhis salam që t'i thras njerëzit. Dhe kjo na dërgon deri tek kapitulli i radhës që ka të bëj pra me thirrjen në mënyrë të fshehtë. 3 vitet e para prej kur zbriti shpallja, 3 vitet e para pejgamberi alayhis salam ka bërë davet në mënyrë të fshehur, pra fshehurazi. Dhe i ka thirr vetëm ata që i kish në rreth më të besueshëm, pra rrethin më të ngushtë, dhe ata njerëz që i kish më të besueshëm dhe e dinte se nuk e refuzojnë shpalljen e tij. Andaj në këtë periudhë nuk e kanë pranuar shumë veta Islamin, pra në 3 vitet e para gjatë thirrjes së fshehtë, nuk e kanë pranuar shumë veta, mirë po ata që e kanë pranuar,
ata kanë qenë njerëzit më të rëndësishëm dhe ata që do ta bajnë më së miri, pra më së miri brengën e shpalljes përgjatë jetës pejgamberit alayhis salam, po edhe pas vdekjes së tij, në krye të cilëve ishte Ebu Bekri radiallahu anhu. Tash do t'i përmendim ata persona pra që e kanë pranuar shpalljen në fillim sipas radhitjes. I pari që e ka pranuar shpalljen në mënyrë absolute, pra dietarët kanë konsenzus se i pari që e ka pranuar shpalljen dhe i pari që ka besuar në fenë e Allahut subhanahu wa taala është Khadija, gruaja e pejgamberit alayhis salam, Khadija bint Khuwailid. Dhe thamë se ajo është e para që e priti pejgamberin alayhis salam kur i erdhi shpallja në fillim dhe që e qetësoi pasi pejgamberi alayhis salam nuk e dinte se çka është në pyetje. I dyti që e ka pranuar është djali i xhaxhait të Khadijes, plaku Waraka ibn Naufel, ai i cili kishte dituri prej librave të mëhershëm dhe i cili i tregoi pejgamberit alayhis salam se populli i tij do ta kundërshtoj atë dhe do ta nxjerr prej qytetit të tij. Thot Ibn Kathiri rahimahullah, pas kësaj ngjarje, pasi i tregoi pejgamberi alayhis salam Waraka ibn Naufelit se i kanë ardhur këto fjalë, kur i analizoi ato fjalë Waraka dhe ja tregoi pa formën e shpalljes, i tha se ky është Xhibrili që i ka ardhur edhe Musait alayhis salam. Thot Ibn Kathiri, pas kësaj Waraka ibn Naufel vdiq, pas një kohe të shkurt vdiq. Dhe kjo thot, këto fjalë që i thot Waraka na bëjnë që ta dim se ai ka pranuar Islamin. Pra shumica e dietarëve kanë këtë mendim se Waraka ibn Naufel e kishte pranuar Islamin. Pastaj shoku më i ngushtë i pejgamberit alayhis salam, të cilit ja ofroi pejgamberi alayhis salam thirrjen, ishte Ebu Bekr as-Siddiq, Ebu Bekri radiallahu anhu, i cili, siç thot pejgamberi alayhis salam, nuk ka njeri të cilit ja kam ofruar shpalljen. S'ka njeri, thot, që ja kam ofruar shpalljen, vetëm se në fillim, thot, ka qenë pak, nuk e ka pranuar në start, po është menduar. Dhe ka pas një farloj luhatje në start. Kurse Ebu Bekri, thot, me një herë ka pranuar. Dhe nuk e ka bërë as fjalën dy dhe nuk e ka zgjat, me një herë e ka pranuar, sepse e ka njohur mirë Muhamedin alayhis salam. Dhe e ka ditur se ai nuk është njeri që do të gënjente mbi Allahun subhanahu wa taala. Pas Ebu Bekrit radiallahu anhu, i pari që e pranoi Islamin prej fëmijëve ishte Ali ibn Abi Talibi radiallahu anhu. Aliu radiallahu anhu, djali i xhaxhait të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Djali i xhaxhait të tij, i cili ishte një moshë të re, pra ishte fëmijë, e pranoi thirrjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e pranoi Zeid ibn Haritha. Zeidi radiallahu anhu, ai për të cilin Muhamedi alayhis salam kujdesej dhe ai e shërbente Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Këta 5 persona pra ishin të parët që e pranuan shpalljen. Dhe ajo që është interesant se Ebu Bekri radiallahu anhu, prej në momentin kër e pranoi shpalljen, nuk u ndal me kaq, nuk u mjaftua me kaq ky njeri madhështor. Mirë po, me njëherë i thiri ata shok që i kish në të besueshëm, pra rrethin e tij të ngushtë, shoqërinë e besueshme, me njëherë i thirin fenë Allahut subhanahu wa taala. Dhe për shkak të thirrjes së Ebu Bekrit e pranuan Islamin disa burra të mëdhej. Pra 5 veta të cilët janë prej 10 të përgëzuarve me xhenet. 10 veta që ka përgëzuar me xhenet pejgamberi alayhis salam, në krye të tyre është Ebu Bekri dhe 5 tjerë prej këtyre 10-ve janë si shkak i thirrjes së Ebu Bekrit. Kjo e tregon vlerën që e ka Ebu Bekri radiallahu anhu, sepse krejt veprat e mira të këtyre 5 personave shkojnë në konton e Ebu Bekrit dhe fiton shpërblim për to edhe Ebu Bekri radiallahu anhu, sepse ai është bërë sebeb që këta njerëz ta pranojnë Islamin. Këta janë Othman ibn Affani radiallahu anhu.
Uthmani radiallahu anhu, khalifja i tretë, pas Ebu Bekrit dhe Omerit radiallahu anhu, e ka pranuar islamin për shkak të thirrjes së Ebu Bekrit. Pastaj vjen Zubejri ibn Avami, një prej 10 të përgëzuarve me xhenet. Pastaj vjen Abdurrahman ibn Aufi, pastaj Saad ibn Abi Vakasi dhe në fund Talha ibn Ubejdillah. Të gjithë këta njerëz mëdhej që kanë sakrifikuar shumë për fenë islame, pra shkak për pranimin e islamit nga ana e tyre ishte Ebu Bekri radiallahu anhu. Kjo e tregon vlerën që e ka thirrja dhe se si muslimani që në momentin e parë kur e kupton një të vërtet, duhet që t'i thras edhe të tjerët. Dhe në këtë kohë tham se kjo është bërë shumë e lehtë. Shumë e lehtë është bërë që t'u bësh thirrje me mira njerëzve. Ka deshtë Allah subhanahu wa taala që kjo teknologji e cila në fillim ndoshta nuk është zbuluar me qëllim për ta përhapur fenë e Allahut, mirë po ka deshtë Allahu që t'u nënshtroj muslimanëve e ta përhapin fenë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj ke mundësi me pak kohë dhe me një mund të vogël të thrasish me mira njerëz në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Përveç këtyre, të tjerë prej të parëve që e kanë pranuar islamin janë Ebu Ubejde ibn al-Jarrah. Ebu Ubejde, emin hadhihi l-umme, thot pejgamberi alayhis salam, besniku i këtij ummeti është Ebu Ubejde radiallahu anhu, prej burrave të mëdhej që kanë sakrifikuar shumë për fenë e Allahut subhanahu wa taala, dhe prej atyre që është bërë sebeb që të depërtojë islamin në Sham, në Sirinë e sodit dhe në Palestinën dhe Jordanin e sodit. Pastaj Ebu Seleme radiallahu anhu, Ebu Seleme, pastaj El-Arkam ibn Ebil Arkam, Arkami, ai në shtëpinë të cilit të boheshin pejgamberi alayhis salam dhe shokët e tij dhe në mënyrë të fshehtë u mësonte fenë në shtëpinë e Arkamit pra. Pastaj Uthman ibn Mad'un dhe 2 vëllezërit e tij Kudame dhe Abdullahi, po ashtu Said ibn Zeidi radiallahu anhu. Të gjithë këto pra e pranuan islamin në kohën kur thirrja ishte e fshehtë, pra në formë të fshehtë. Dhe tash do të ndalemi në 3 gjëra, pra në krejt këtë që e përmendëm deri tash, do të ndalemi në 3 gjëra që ja vlen pra t'i analizojmë pak më thellë. E para është pse filloi daveti në formë të fshehtë? Pse filloi thirrja në formë të fshehtë? Sepse Allahu subhanahu wa taala deshti që t'u tregoj muslimanëve se kjo fe është për njerëzit dhe deshti që ta përhap këtë fe në mënyrë natyrale, pra të përhapet në mesin e njerëzve me thirrje prej vetë njerëzve. E nuk deshti pra që t'u azbret një melek e t'i kërcnoj o besoni o mos besoni, sepse atëherë do të përfundonte çështja atyre që nuk besojnë. Po mëshira e Allahut subhanahu wa taala deshti që kjo thirrje të shkoj gradualisht dhe në bazë të shkaqeve njerëzore, që ne të kemi mësim të këta burra të parë, të këta musliman të parë. Pra kur të kthehemi te historia e tyre dhe ta kuptojmë shembullin e tyre, të kemi mësim. E mos të themi jo, kjo është prej Allahut, ne jemi njerëz të thjeshtë, ndërsa këta kanë qenë njerëz tjerë. Jo, edhe këta kanë qenë njerëz, edhe këta kanë thirrë në fenë e Allahut, edhe këta kanë sakrifikuar për fenë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj kjo është pra prej urtësive që thirrja ka shkuar në fillim në formë të fshehtë gradualisht. Urtësia e dytë është që kur të filloi të përhapet thirrja në formë të haptazi, pra mos të shkaktoj një tronditje të madhe, sepse veç ka bërë pra njerëz, është bërë një grup i njerëzve që e ndihmojnë këtë thirrje. Dhe kur të filloj pra që të hapet haptazi, të ketë mbrojtës kjo thirrje, të ketë njerëz që dalin para, e mos të mendojnë pra mushrikët e Mekës se Muhamedi alayhis salam është vetë dhe në këtë formë pra të mundohen e ta zhdukin thirrjen e tij që në start. Mirë po këtu kemi nevojë që ta bëjmë një sqarim. Thot Sheikh Ebu Bekr el-Gjezairi rahimahullah, thot mirë po në këto 3 vitet e para të thirrjes së fshehtë në kohën e pejgamberit alayhis salam, thot nuk ka argument se dhe muslimanët e tjerë në vende tjera do të fillojnë fshehtazi.
Në këto 3 vitet e para thot nuk ka argument të tillë, sepse Pejgamberi alayhis salam dhe shokët e tij sikur të fillonin haptazi thot do të zhdukeshin në atë moment sepse ishin pakic dhe nuk u lejohej që ta thonin një fjalë të tillë. Pra e kishin të detyrueshme që në start të jenë pra fshehurazi, thirrja e tyre në start të jetë fshehurazi. Ndërsa muslimanët në këtë kohë askush nuk i pengon nëse fillojnë me thirrje, nëse haptazi e shfaqin fenë e Allahut subhanahu wa taala përpara njerëzve. Po ashtu thirrja ka filluar fshehurazi në start si mëshirë prej Allahut subhanahu wa taala për besimtarët e parë, sepse Allahu nuk e ngarkon askënd për te mundësive të tij. Andaj ata nuk kishin mundësi që prej në start ta përballojnë ti përballojnë sprovat dhe të lashet e mëdha që i shkakton thirrja haptazi. Andaj Allahu u lehtësoi këtë dhe u lejoi që këto 3 vite të para të bëjnë thirrje në formë të fshehtë dhe vetëm ata njerëz që u besonin. Urtësia tjetër është mos shpejtimi i rezultateve. Që muslimanët ta kuptojnë se Allahu subhanahu wa taala nuk e kërkon prej tyre që të shpejtojnë rezultatet. Pra që të kenë sabër muslimanët në thirrjen në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Sepse pejgamberi alayhis salam padyshim se dëshironte që në start t'ua përhap krejtve këtë mirësi që ka ardhur prej Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po kjo nuk ishte prej urtësisë. Dhe për shpejtimi i rezultateve shkakton që mos të arrish deri tek rezultatet e duhura. Nëse shpejton diçka para kohës së saj, atëherë dënohesh me mos arritjen e rezultateve të saj. Dhe kjo duhet jetë mësim për muslimanët, që mos t'i shpejtojnë rezultatet. Ti thirr në fenë Allahut subhanahu wa taala, mirë po kuptoje realitetin në të cilin gjendesh. Mos u mundo me njëherë që bësh këtu, do me thonë ta bësh si në kohën e pejgamberit alayhis salam, në atë kuptim që të kërkosh prej shoqërisë, me njëherë pra ta praktikojnë fenë e Allahut, me njëherë ta futin në përdorim çdo ligj të Allahut subhanahu wa taala. Kuptoje realitetin në të cilin je, mos i shpejto rezultatet. Ti thirr në fenë e Allahut subhanahu wa taala dhe thirr me urtësi, mirë po mos prit që me njëherë të kthehet khilafeti në tokën e muslimanëve, sepse kjo gjë i ka sebepet e veta dhe merr kohë. Pra, thirrja në fenë e Allahut subhanahu wa taala merr kohë. Përderisa pejgamberit alayhis salam, njeriu më të mirë në këtë tokë dhe njeriu më të dashur, njeriu duaja e cilit është e pranuar, i ka shkuar 23 vite, i kanë shkuar për t'i vendosur bazat e shtetit islam dhe për ta përhapur atë shtet. Atëherë çka mendon për neve të tjerëve? Andaj mos i shpejto rezultatet, po ti jepja hakun thirrjes në fenë e Allahut, e pastaj rezultatet leja në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Andaj thirrsi në fenë e Allahut subhanahu wa taala duhet ta kuptoj se çdo njeri ka një dozë të fitrës në zemrën e tij. Çdo njeri i ka mbet një farë natyrshmërie në shpirtin e tij. Mirë po për shkak të mëkateve të mëdha të cilat i veprojnë njerëzit, kjo fitër, kjo natyrshmëri, kjo zemër është mbuluar pra me pluhurin e mëkateve. Andaj duhet që këtë pra ta pastrosh gradualisht. Siç thot njëri prej dietarëve duke e sjellur një shembull në lidhje me këtë, thot një lloj si një zjarr i cili është shuar dhe kanë mbetur vetëm disa gaca të vogla aty e këtu. Nëse i fryen shumë, që në start nëse i fryen shumë, do ta shuash komplet. Mirë po ajo që duhet veprosh është që ta shohësh këtë gacë dhe t'i fryesh në mënyrë të ngadalshme, sa ta merr pra pak atë fuqin kjo gacë, e pastaj t'ja lëshosh një dru më të vogël, aq sa mund kjo gacë ta përballoj dhe ta ndes. E jo me njëherë pra ta biesh grumbullin e madh të drujve, me njëherë të mundohesh që të bësh zjarr. Nuk mundet, pra duhet gradualisht, kadale, edhe tek njerëzit, pastrimi i fitrës së tyre, largimi i njerëzve prej mëkateve, gabimeve, nuk mundet që të bëhet brenda natës,
po duhet që të kaloj një periudhë, dhe duhet që të punohet vazhdimisht me ata njerëz, duhet që thirrja vazhdimisht të drejtohet atyre njerëzve në mënyrë që të arrijmë tek rezultatet e nevojshme. Mirë po ka njerëz që mundohen ta përshpejtojnë këtë, mundohen pra me veprime jo të urta dhe me veprime të shpejta ta përshpejtojnë këtë. E me këtë ata në realitet e kthejnë thirrjen prapa dhe i bëjnë dëm thirrjes në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Siç janë shumë prej të rinjve që janë xhelos për këtë fe, mirë po për fat keq e kanë gabuar rrugën. E kanë gabuar pra rrugën se si duhet të thirren njerëzit në fenë e Allahut subhanahu wa taala dhe përdojnë ashpërsinë aty dhe atëherë kur nuk duhet. Pra e përdorin ashpërsinë aty dhe atëherë kur nuk duhet. Pra kur nuk është koha për metoda të tilla. Gjëja e dytë në të cilën do të ndalemi prej kësaj që e tham është çka përfitojmë prej asaj se përmendëm se Hatixha radiallahu anha pas ka qenë njeriu i parë që e ka pranuar shpalljen. Hatixha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pas ka qenë njeriu i parë që e ka pranuar shpalljen prej Muhamedit alayhis salam. Andaj çka përfitojmë prej kësaj? Prej kësaj përfitojmë rëndësinë që ja jep Islami gruas, femrës, sepse femra është e para që e pranoi fenë e Allahut subhanahu wa taala, Hatixha radiallahu anha, dhe e para që ndihmoi fenë e Allahut subhanahu wa taala, dhe po ashtu femra është e para që vdiq për fenë e Allahut subhanahu wa taala, e cila është Sumeja radiallahu taala anha, nëna e Ammarit. Nëna e Ammarit është e para që shkoi sakrificë për këtë fe, e cila u vra sepse refuzoi që t'i adhuronte idhujt, pra refuzoi që të kthehet në fenë e idhujtarve. Dhe kjo është argument i qartë se Islami i kushton një rëndësi të veçantë gruas dhe ja jep pozitën që i takon asaj. Pra duke u mbrojtur prej dy ekstremeve, nuk e lën gruan që të jetë shtypur, që të jetë maltretuar, dhe po ashtu e mbron nga çthurria, e mbron nga të qenurit objekt seksual për meshkujt, i harruan nderin e saj, e urdhëron që ti mbuloj pjesët e turpshme të saj, në mënyrë që të respektohet si krijesë e Allahut subhanahu wa taala, e mos të shikohet si objekt seksual. Andaj kjo e tregon pra vlerën që ja ka dhënë Islami gruas, vlerën që ja ka dhënë Islami gruas. Thot pejgamberi alayhis salam, thot xheneti është nën këmbët e nënës. Pra xheneti është nën këmbët e nënës. Po ashtu thot më të mirët prej jush janë ata që sillen më së miri me gratë e veta. Pra ai që sillet më së miri me gruan e tij është më i miri prej besimtarëve. Po ashtu thot pejgamberi alayhis salam, kujt ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dy vajza dhe ai kujdeset për ato, i edukon ato, Allahu subhanahu wa taala ja jep atij xhenetin. Pra si vajzë e fitoj ka ai që kujdeset për to xhenetin. Si grua, ai që sillet mirë me gruan është më i miri prej besimtarëve. Si nën, ai që respekton nënën e fiton xhenetin prej Allahut subhanahu wa taala. Kjo e tregon pra pozitën që ja ka dhënë Islami gruas, pozitën e vërtet, e jo pozitë në fjalë prej atyre që qëllimi i tyre kryesor është që ta çnderojnë atë, që ta zhveshin atë prej çdo lloj morali dhe që ta shfrytëzojnë atë vetëm si objekt për të shfryer epshet e tyre djallëzore. Dhe e treta dhe e fundit në të cilën do të ndalemi në këtë rast është sakrifica dhe mundi që e dha Ebu Bekri radiallahu anhu për ta përhapur fenë e Allahut subhanahu wa taala në start. Ebu Bekri tham ishte sebeb për shumicën e muslimanëve të parë që ta pranojnë Islamin. Në momentin e parë që e kuptoi këtë fe, e kuptoi rëndësinë e saj, me njëherë shkoi u drejtua për të bërë thirrjen fenë e Allahut subhanahu wa taala. Me njëherë u aktivizua pra për ta ngritur fenë e Allahut subhanahu wa taala dhe me njëherë u ofroi shpalljen, u ofroi thirrjen, u ofroi shokëve të tij të ngushtë dhe njerëzve besnik, të cilët ishin prej atyre që më së shumti dhanë për fenë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj, kjo na bën ta dim se
baza e kësaj thirrje, esenca e thirrjes në fenë e Allahut subhanahu wa taala është thirrja individuale. Thirrja siç ka thirrë Ebu Bekri radiallahu anhu, është baza dhe esenca e thirrjes në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Thirrja individuale është esenca. Thirrja individuale, direkte, pra veprimi individual. E pastaj vjen organizimi. Dhe shumë se në Mekë, sidomos në 3 vitet e para të shpalljes në formë të fshehtë, pra e shohim se kjo ka qenë thirrja. Krejt ka qenë pra punë individuale, mund individual. E pastaj u formua një far grupi, u formua një far organizimi, e pastaj më në fund kur bën hijret në Medinë Muhamedi a.s. dhe muslimanët e parë, atëherë pra organizimi i muslimanëve e morat formën kulminante. Pra u formua shteti, u vendosën pra ligjet, detyrat e secilit, u formua ushtria e muslimanëve e kështu me radhë. Andaj pra thirrja individuale është esenca. Dhe asesi nuk duhet që thirrja individuale të anashkalohet apo të mendohet se është diçka e pakt. Mos u habit, sepse Allahu subhanahu wa taala ndonjëherë një njeri, një person e bën sa 1000 veta, e bën sa një popull, sa një umet, një person të veçantë. Andaj mos e nënvlerëso pra thirrjen individuale, sepse nuk e din. Ndoshta ti bëhesh sebeb për një njeri e pastaj ai njeri, thirrja e të cilit përhapet në krejt botën, pra shpërblimet e kësaj krejt të kthehen në konton tënde. Andaj këtu përmendet një rast interesant nga Sheikh Abdul Hamid El Gjezairi, prej dietarëve të cilët pra kanë bërë dave thirrje në Francë gjatë kohës në Gjezair, në Algjir, gjatë kohës së pushtimit francez. Dhe thonë se thirrja e tij është përhapur shumë pra tek njerëzit. Ka bërë thirrje që njerëzit të rikthehen fesë së Allahut subhanahu wa taala dhe ka bërë thirrje pra që ta rezistojnë pushtimin francez në Algjir. Andaj thuhet se ai komandanti i ushtarëve francez në atë vendin ku ky bënte pra aktivitet, e thiri atë që t'i kërcnohet dhe t'a ndalë nga thirrja. Dhe i tha, ose do të ndalesh prej thirrjes tënde, ose unë do të dërgoj ushtar që ta mbyllin xhamin tënde dhe të burgosin ty. Ky i tha, Sheikh Abdul Hamid El Gjezairi i tha, o i nderuar, i tha, ti thirrjen time s'ke mundësi që ta ndalësh asnjëherë. Sepse nëse shkoj në ndonjë manifestim dhe në ndonjë darsëm, unë do t'i thras ata në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Nëse thot shkoj në një vdekje, unë thot do t'i këshilloj ata që janë prezent. Nëse thot ndalem në një vend, atëherë thot do t'i këshilloj të gjithë ata që do të kalojnë aty. Nëse më fut në burg, thot, krejt të burgosurit do t'i bëj luftar kundër teje dhe do t'i bëj prej atyre që do t'a pasojnë thirrjen time. E nëse më mbyt, thot, mbytja ime do t'a revoltoj do t'a ngrit popullin kundër teje. Andaj thot, dije se mua nuk ke mundësi që të më bësh asgjë. Pra thirrja individuale e këtij dietari ishte ajo që nuk mundej të ndërprehet, sepse askush nuk ka mundësi që të ta ndërprej thirrjen në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe shihe pra Jusufi alayhis salam pasi që u burgos, i bënte thirrje në fenë e Allahut subhanahu wa taala të burgosurit e tjerë, i thirrte në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu një fjalë të ngjashme e ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, dhe me këtë inshallah do ta përfundojmë dersin e sodit. Kur e morën ata pra që ta gjykojnë Ibn Taymijen në lidhje me librin e tij që e kishte shkruar për akiden e vërtetë, al-akide al-wasitiyye, pra akiden e sakt të selefit të gjeneratave të para të muslimanëve, atëherë mbisundonin në trojet e muslimanëve, mbisundonin sufit, mbisundonin grupacionet e sufive, tarikatet e ndryshme, dhe morën Ibn Taymijen në gjykim, sepse ata bën shpifje tek udhëheci i asaj kohe, që pra të ndërmirën masa kundër Ibn Taymijes.
Në këtë rast Ibn Taymija e tha fjalën e tij të njohur, i tha: "Çka mund të më bën, tha armiku im mua? Xhenetin e kam në zemrën time. Xhenetin e kam në zemrën time. Nëse thot më largojmë prej qytetit tim, thot kjo është turizëm për mua, shëtitje dhe unë do t'i thras njerëzit në fenë Allahut subhanahu wa taala. Nëse më futin në burg, kjo është itikaf për mua, do t'i bëj ibadet Allahut dhe me shkrim do ta përhapi fenë Allahut subhanahu wa taala. Nëse thot më vrasin, kjo është shahidllëk për mua. Pra nuk ka çka të më bëjnë ata, sepse unë xhenetin e kam në zemrën time." Dhe kështu është besimtari i vërtet. Nuk ka çka t'i bëj armiku i Allahut subhanahu wa taala, sepse Allahun dhe xhenetin e ka çdo herë me vetje dhe në zemrën e tij. Andaj, siç thon dietarët, përqendrohu ti në fenë e vërtet, sepse nuk të bën dëm shumica atyre që kanë devijuar. Pra përqendrohu ti në fenë e Allahut subhanahu wa taala dhe bëhu ti me Allahun subhanahu wa taala, dhe në këtë rast nuk do të dëmtoj askush prej atyre që kanë devijuar prej fesë Allahut subhanahu wa taala. Siç thon disa prej dietarëve të selefit, thon o biri i Ademit, nëse Allahun e ke me vete, nëse relacionin tënd me Allahun e ke në rregull, atëherë prej kujt friksohesh? Atëherë prej çka friksohesh? Kush mund të të bëjë diçka? Mirë po, nëse Allahun nuk e ke me vete, nëse ti veprat tuaja janë në kundërshtim me fenë e Allahut subhanahu wa taala, atëherë prej kujt shpreson? Atëherë prej kujt shpreson? Edhe nëse je tirani më i madh i kësaj bote, ai i cili në këtë botë ka sundimin më të madh, do të vijë momenti dhe çasti kur do të dalësh para Allahut subhanahu wa taala dhe do të vdesësh. E në atë moment nuk do të bëj dobi asgjë përpara Allahut subhanahu wa taala. Andaj ajo që duhet ta dimë është që ta përmirësojmë relacionin me Allahun subhanahu wa taala, e pas kësaj çdo gjë është më e lehtë. Pas kësaj çdo gjë është shumë e lehtë. Pas kësaj zemra e besimtarit është e kënaqur, e lumtur dhe e pasur. Pasuria e vërtet, lumturia e vërtet është lumturia dhe pasuria e zemrës. E lusim Allahun subhanahu wa taala që të na bëj prej këtyre, dhe me këtë e përfundojmë. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. جاء البشير مبددا ليل الخنا والجهل حين تطاولت كفاه